Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita vizitoi në Spitalin e Traumës punonësit e tjerë të policisë që mbetën të lënduar gjatë tubimit të zhvilluar këtë të enjte para parlamentit në ushtrim të detyrës. Gjatë vizitës, drejtori i përgjithshëm bisedoi me mjekët dhe me efektivët e lënduar për gjendjen e tyre shëndetësore, si dhe shprehu mirënjohjen për profesionalizmin, vetëpërmbajtjen dhe për kushtimin që treguan në përballimin e një situate të tillë të tensionuar. Gjatë fjalës së tij, Hita i siguroi efektivët për mbështetjen e plotë të institucionit dhe për garantimin e të gjithë kujdesit të nevojshëm mjekësor deri në rikuperimin e plotë të tyre, duke vlerësuar sakrificën dhe angazhimin e çdo punonësi që shërben në mbrojtje të rendit dhe sigurisë publike. Mëtej, Hita theksoi se misioni i Policisë së Shtetit kërkon profesionalizëm, kurajo dhe përgjegjësi, duke nënvizuar se efektivët do të vijojnë ta ushtrojnë detyrën me vendosshmëri në zbatim të ligjit dhe në shërbim të qytetarëve. Dua t'u falenderoj për punën e bërë sot në mbështetje të ligjit dhe në respekt të uniformës tonë. Jam këtu për t'u dhënë mbështetje, për t'u falenderuar dhe përgëzuar pa mas për detyrën që ne e realizojmë çdo ditë. Ju uroj shërim të shpejtë dhe ju faleminderit për gjithë sakrificën që bën. Mbështetja jonë është, kështu që faleminderit për gjithë durimin dhe për gjithë profesionalizmin që treguat sot. Si pasojë e sulmeve me gur, sende të forta dhe mjete piroteknike ndaj forcave të rendit këtë të enjte, 15 punonjës policie pësuan lëndime gjatë ushtrimit të detyrës.